Erion Zhega është pjesë e elitës së boksit shkodran në vite, aty ku ka kaluar një karrierë shumë të suksesshme sportive me vllaznin, duke u shpallur kampion i peshave të lehta, ndërkohë që kaloi edhe një përvojë pozitive në boksin profesionist për të zhvendosur më pas në Austri, aty ku jeton edhe sot me familjen e tij, ndërkohë që rikthimin në Shkodër e përjeton me emocion. Është kënaqësi patjetër, mu rikthy te vendi ku ti ke nisë sportin, ke nisë hapet e para tuaja te sporti, te karriera. Aq më shumë është kënaqësi tjetër për ti për veçantë me marrë pjesë, edhe me kanë pjesë e këtij turneu që zhvillohet sot për njerë të legjendave të boksit, aty në Qillanin edhe hapet e para e themelit të boksit shkodran. Turneu ndërkombëtar i boksit Memorial Vllaznia 2026, i cili mbahet në Shkodër këtë fundjavë në nderim të 14 figurave të boksit shkodran, ka në program të nderojë edhe babain e tij, ish boksierin dhe arbitrin ndërkombëtar Fadil Zhega. Baba patjetër që ka kanë në fillimin e karrierës time shtylla kryesore, ai që domethënë gjithmonë më ka ndajt afër, më ka ndihmuar edhe bashkë me babën edhe pjesa tjetër që sot po nderohen e legjendave të tjerë tu fillu me tonë për së kujtim Demin, me Ramiz Alilin, me Vitor Martinin, me tonë këto legjendat e boksit Shkodrës. Kështu që jam i kënaqur e i lumtur që kam qenë pjesë e këtij rrugtimi.